Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme do të sillim një histori që vjen nga Ballçi. Redaksia e emisionit Pa Gjurmë është lidhur me familjen Sula, ku këta të fundit në fakt kanë kërkuar ndihmën e Report TV për të denoncuar historinë e familjes së tyre. Bëhet fjalë për çiftin Sula, Yzedin dhe Manushaqe Sula, të cilët dashurmiq do kthehen shumë vite pas ditën e sotme këtu në studion time për treguar një ngjarje që ka ndodhur pikërisht me fëmijën e tyre. Me mua në studio është vetëm 74 vjeçari Yzedin Sula, pasi zonja Manushaqe kishte të pamundur të vinte fizikisht në këtë studio dhe menjëherë dua ta përshëndes Yzedinin. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Yzedin. Mirë se ju gjeta. Do të jemi të dy së bashku për disa minuta të tëra për të na rrëfyer gjithë historinë e familjes tuaj dhe do kthehemi vite pas, do ndalemi korrikun e vitit 1985. Po. Ku ju sot një jetë një vajzë? Një vajzë jetoj 7 ditë maternitet dhe supame. Mendoni se diçka ndodhi në spital, apo... Lindi gruaja në spital, Manushaqja. Mi po më vinja në firë dhe pyesja, po së linde njeri atëre të vijë maternitet. Mjekun me zjetë akoje. Ju ku keni jetuar në atë kohë? Në Ballçi. Në Ballçi, ndërsa bashkëshortja juaj Manushaqe shkoi në qytetin e Fierit për të lindur. Ambulanca për lindjen në maternitetin e Fierit, se atje ish me i kualifikuar. Se Ballçi. Materniteti, se Ballçi. Mirë, zoti Yzedin, ju do na i rrëfeni me detaje historinë, por më lejo të jap një material që ne kemi përgatitur për historinë e familjes tuaj dhe rikthehemi sërish në studio. Kishte ndërruar jetë. Por gati pas 4 dekadash, një rrëfim i papritur ju ka ngjallur shpresën për vajzën e tyre. Para një viti, ata dëgjuan disa fjalë se vajza e tyre mund të mos ketë vdekur, po të jetë birësuar dhe sot të ketë krijuar familjen e saj në patos të Fierit. Ky informacion i ri ka ndrezur shpresën dhe dyshimet e çiftit, të cilët tashmë kërkojnë të zbardhin të vërtetën. I dashur Yzedin, e dëgjuam dhe kronikën që kishim përgatitur, me sa kuptoj ke probleme me dëgjimin? Po. Më dëgjon mua qartë? Se e shikoj që nëpërmjet buzëve të mia... Femrës me ka herës të mëdha. Sa bukur e the. Të falenderoj. Jam në kino studio kam punuar. Keni punuar në kino studio? Po. Çfarë pune keni bërë në kino studio? Shfaqja film, kinema, kino operator. A, po ti që nge një artist të shpirt? Edhe me mikrofon me operator zej. Në unë lasme që ishtë të vëshe, shokë ngusht me mua. Po ti që nge i fushës dhe e një... Jam i fushës dhe të kam berë jeto vete në disa shkrime, në disa reporte ty të kam berë vreti, pas e ke lexuar Yzedin Sulej. Kam kritikuar. Mi jep qik live këto kritika. Jo në personale. Mi jep live këto kritika ti t'i gjoj. Kush janë kritika? Se ndoshta nga numri mafi komenteve... Duhet të pa mikrofon, pa kamer. Të kam kritikuar dhe me deta këtu, se e përsi dhe 2 herë, shprejen. Kur beje, ose kur mërshje me te, thuja te, Tropojanën. Po ja, t'japu një krasim pse kam përsëritur 2 herë shprehjen, se po dalim jashtë teme, por me që doli biseda këtu. Më ndodh shpesh... Atë të merë, kritikun letrar, nuk kam bërë kritikë se... Jo, ke bërë shumë mirë dhe unë i pranoj kritikat, dhe prandaj të thash, mi jep live të kritika. I dashur Yzedin, pse unë... Për regji nuk mbaj unë përgjithësi, mba regjizori për gabimet e regjis. Jo, unë dhe emision, do me unë haja me gjithë njërës dhe mi, se unë e ndjek me vëmendë në YouTube me kufje, se nuk të gjoj televizionin. E qartë, por më dole pikërisht... Kam shumë vështirë për filtrin e zërit. Kam shumë vështirë, kam nervore. Probleme me dëgjimin. Por ti më the që të kam bërë kritika pse e ke përsëritur 2 herë një pyetje për shembull, apo një shprehje. Përsëritur një frazë 2-3 herë vetëm për këtë. Por gjithsesi unë të falenderoj, por ndodh shpesh i dashur Yzedin që këtu në studion time... Po janë të gjithë me të prerë në një prerje. Jo, ndodh shpesh në studion time
Ka mosha të treta, të cilët nuk më dëgjojnë qartë dhe unë jam detyruar që ta përsëris shumë herë një frazë, një pyetje që ai të më kuptojë qartë. E syt më tha sa herë them nuk them hapë sy, po më shile sy. Edhe ti je detyruar, di e kazanatjet punë. Por gjithsesi të falenderoj dhe unë i mirëpres të gjitha kritikat sepse për simpatistas, për respekt. Nga kritikat ne mësojmë dhe bëhemi më të mirë në punën tonë. Kështu që të falenderoj për të gjitha komentet që ke bërë. I dashur Izedin, ndalemi te problemi jot tashmë. Nga kronika dëgjova që pas shumë viteve nga ngjarja që u ka ndodhur në familje, ju mësuat një lajm që vajza juaj ishte gjallë. Po, besoj një lajm, shumë mirë ke hyrjen. Por ti e besove këtë lajm dhe ndaj ke ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë. Prandaj kam ardhur dhe thash, ta provoj një let bëhet çat bëhet. Unë njëherë ta admiroj për emisionin që bën, është më humanizmi në botë ky. Falenderoj. Ki e la vista thot italiani. Kush ka parë edhe kjo puna jote. Shumë detyrë shenjtë dhe vështirë si punë e juaj. Po unë thash do vetë njëherë të odeta let des tash. Unë jam 74 vjeç. Dhe pat jetën e gjatë. Po gjaku shiko. Ajo Madonna birson fëmijët e Afrikës, ata të mbetur rrugës. Po gjaku yt s'do të vej dem. Familja është gjë e shenjtë. Edhe unë ato dyshimet tash do vetë njëherë të odeta let des tash. Edhe gruan Mirja sot po se mora do tash. Po ne jemi së bashku. Jemi së bashku të dy në këtë studio, jemi në këtë transmetim live. Atë se live. zagjumi do bën 2 vjet. Manushaqja do na presin në një lidhje telefonike, ne pas pak do ta kemi dhe zërin e Manushaqjes. Të marrë me ujë çatun ta shikoj në kamerë. Po patjetër, do mundohemi që të lidhemi me Manushaqjen, por le ta nisim bisedën të dy së bashku. Marrë bashkë herë. I dashur Izedin, ka qenë korriku i vitit 1984. Vajti Manushaqja për lindur fjerë. Po, ndalemi te data 14 korrik. Çfarë ndodhi atë ditë? A dita ajo ka lindur, u mora përgjigje siç e majmë te mamijet, te sporteli. Ka lindur një vajzë shumë të bukur. Ajo ishte nuse i shokut tim, bili mamia e vajzën, thuja, sanitarja, qa quaj. Po? Ka lindur vajzë shumë të bukur. Ajo është në remuneracion se takon dot. Bile pastruse, po e me shokut tim atje, në ata shamit e firë, si duhet i di që këtë gjuar. Po, po. Edhe vinte e shërbente ajo, unë zvija dot, kush si sot që vete lind, vjen burri kur lind ti. Atëre zvija dot të spitali. Ka qenë Zhani Treska mjek. Kemi nisi shëndetësisë Zhani Treska. Në ato vite. E takova Zhanin, piva kafe, më dha kafe bili, jo i dhash. Më tha mua kështu është mirë, tha, i dha me gjak. Pas 7 ditësh ku më tha ajo. Kush mori gjak? Portierja. Vajza, foshnja apo nëna, Manushaqja? Foshja nëna ishte në reanimacion. Vajza ishte inkubatori. Bjema i tha ajo, ai fermierët, po ti s'ke qumësh i tha ajo. E po i ushqejmë ne andej, nuk ja tregoj fare. Por në momentin që lindi Manushaqja, çfarë thanë mjekët për foshnjën? Gëzonte një shëndet të mirë? Normal, rregull. 7 ditë jetoj. Pas 7 ditë më dhanë përgjigje që ka ndruar jetë. Por shkaku nga se? Se pas Manushaqja asun. Po si, në ato 7 ditë që Manushaqja qëndroi në spital, nuk e pas njerë foshnjën e saj? Nuk ja quan vajzë, ishi inkubator. Nuk ja quan. Kishte lindur nën pesh? Nën pesh më duket, nën pesh. Ju kujtohet sa peshonte foshnja? Ha, pa, ty është ma betë, se mora atë raport e linjes, mora vetë më që e qojmë se më punon në kooperativë, Manushaqja, e donte llogaria e sektorit që bende shpërblimin. Po vajta për marrë certifikatën, të morgu më thanë mua, do vesh të marrë certifikatën. A i tha, da baros shtu, tha e pa da marrë, tha i. Mi më mua së mbante zemra ku i thonë, mua betit. Ishte fëmia i parë që po sindit një jetë? I treti në renditje, pra kishit 2 vajza? Kishte 2 vajza. Dhe vajza e tretë... Ato 2 vajza lindë normal, kjo lindi me operacion. Do me thënë, Manushaqja, fëmijën e tretë vajzën që sot në dhëshme ma në studio, e ka lindur me operacion. Atë edhe të 4, e kam të 4. E qartë, por pse, pati probleme gjatë... Po, pun probleme rezus, ti i di këto gjera, ju i di një gratë. Unë jam nën, por shumë gjëra dhe unë nuk i di se bëtë tjalë për mjekësin. Mos të gjohë të emri, se mundje për... Por, lindi me operacion për shkak të problemeve që mund të kishte? Lindi me operacion, lindi 7 muajshe, vajza rëvajti jetoj 7 ditë. 7 ditë? 7 ditë. Lindi në muajin e 7 dhe jetoj 7 ditë. Ajo mamia shojt, nuse shoku ti, moshe ajo të sot, ke beri vajzë të bukur, tha, po nuk ta bim, tha, se po ushqejmë andej. Në inkubator. Por në këto 7 ditë, i dashur Izedin, nuk ju thanë që vajza po përkejsoj, kishte probleme? Jo. Si, ju erdhi papritur lajmi që ndroj jetë vdish? Ka shqetësime vajza, është mirë. Është mirë. Doli gruja kur masaj në fundi thanë asaj që ajo ndroj jetë. Më thanë mua të morgu ishtë i matrapas në fakt ati. Po. A ju fute më burë për sa gjera. Më thanë mua të marti, ik paguaj leket e arka që të shvezimit e barimit. Ta barosim ne këtu.
Pyeto mu, ha njeri një shok atje, edhe sa lule qonë pema nuk i mbanë, mos u shqetësohë. Mua së mbante, s'kisha forca, familja të vdekur. Është një dhimbje, është... S'kisha forca. Është të kuptueshme. Isha i dobët moralisht, vajza, gruaja mu operua, vajza lindi kështu si shtash. Edhe i ka hesë u varrosë komunale, vonë, pasaj si thonë, sa që themë dhe vonë, fare. Thenjet. Ndalimi këtu. Në momentin që... Sa që në telefon. Po, në momentin që u bë varrimi nga vetë spitali, pra nuk u lejuaj që ta merrni ty trupin e foshnjës, ju shkuat në Varreza për të bërë verifikimin. Nuk vajta unë. Unë Varreza vete sot, mas i më dërgoj ajo kartotek spitalit. Ajo tha, dëvesh shikosh Varreza, më tha më dërështë e prefektura, ka një dokument se dush djetu një varrimi. Unë se ase registrova, ase varrosa. Kjo është defektim, që po të hapë punë ty e vetës. Që nuk ke një dokument, një të dhënë asë për certifikatat, gjedhe civile s'lash pa këthyër për mbyrës unë. Dhe nuk gjithë asë një gjurë? Nuk ka registrim, nuk ka gjurë. Por në spital? Mund të spitali vajta unë. Hapa kartotekën, datën e lindjes më në shaqes. Kësha jo. Por datën e vdekjes? Më dha orientim për dëveshën Varreza. Takoha përgjithë e Varreza bira në afër fshatit tim i Firit. Nuk gjen dot e kam varrosu, vetë më tha moj, nuk gjen dot. Nuk ka libër, si kish libër, libri bebes ulej. Nuk ishte. Pra e pa mundur për të gjetur të këvarezat... E pa mundur, se do të kërë atë nesë, po të gjeje varin. E zvija varin për të kërkua këtej. Por gjithë problemi është që një histori që kemi bërë për para disa kove të një nëne që ju varros fëmija dhe arriti të gjente varin dhe bëri zhvarrimin, nuk ishte gjetur asgjë, as një lloj mbetje për të bërë një analiza DNA, se flasim për një kock të një foshnje që... Kujti be analiza, s'ka futu gjeta. S'ka varrosu gjë, po aty dyshojmë neve. Pra, ju mendoni që ka qenë gjithë shka i skenuar dhe jo reale? Eshe birësuar, ka 2 fëmijë, ka morë shkollën e lartë. Po do ma tërgoni të informacion, së shumë i rëndësishëm kjo informacion. Po që informacion në ajrë. Dua të pyesi dashur Izedi, në momentin që ti vajtje në spital, ati jetë regjistri pe ditën kur kishte lindur bashortja juaj Manushaqja, 14... Vetëm ata gjeta. 14 korrik, 1984. 85-ën, më falë. Ndërko, nuk ishte një datë vdekje? Se pa, ty është më bëti, s'kish. Po si ka mundësi, sepse këto të dhona... dhona... Nuk ishte, me atë të kartoteksun, në spital. Dhe sua shpjegoj ajo. Me atë debatova. Në qo se ka në i regjistër, ti thosh ati gazetarit, në qo se ka në i regjistër për varrimin, po edhe i formal është berë, të varrimi ati, të morgu. Po në spital mbahen shënim të gjitha, data e lindjes të një foshnje dhe data e vdekjes... E pa, ty është më beti që dyshojë që është rëmbyrë. Pra, nga momenti që... Sa ko po bëni që keni shkuar në spital dhe keni verifikuar këtë gjë që... Kam 2 vjetë që po mere me këtë punë. 2 vite? 2 vjetë gjumënim se zemë në shaqen. 2 vjetë pa gjumë. Ma vjen keq, por e keni menduar, përpara se të më tërgosh informacionet, ajo që edhe unë dëshiroj të jetë e vërtet, e keni menduar se ndoshta ashtu ka ndodhur, foshnja ka ndruar jetë? 1% do tjetë e vërtet, kjo është si pas atyre, në edhe 9% eshë vajda. Por pse mund të bënde spitali këtë lloj gjëje, ti merte një nënë e një foshnje, po ka qenë një bosat atere, kishte e odite, kishte një bosat atere, ka kërkuar, ka hedhe dolar dhe ka blerë fëmijin. A thua dhe në kohën e komunizmit? Po, kjo është logika, i ka qenë bos i fuqishëm. Ka qenë i fuqishëm. Por në kohën e komunizmit nuk ishte bosa dhe të parë dhe të fortë si qka sot. Nga këto kishte, gjëndi, edhe unë vajta voda, jo e voda, po bera një deklarat falso, marrë i lam projekcioni ati, tepër. I ke bërë dhe ti këto? E kam bërë një lam projekcioni ka marrë, që qonte fotografi. Po mirë se s'ke bërë në një krim të matë. Pra, dhe shëmblin tënë për të treguar që në ato kohë ka pasur gjërat të tilla, dhe e kuptova qartë pse dhe shëmblin tënë. Vjeqëm në djetë, ka pasur, edhe atire, edhe gazetari ilustronte, nuk fletë si ti, shkoqur, me lustra, edhe i për evidenca, unë i flasë e diramës telefoni shkruaj, më mjep evidenca si kooperativa bujësore, shkon ka i vejje duhan. Shtë duhet ju sa hyrë rinë, si kam thënë e diramës, edhe troqë, sytë. Më gjitur. Se duhet të sa, vetën në mëron ata të hynë rinas ata, që vjen qupa ime në Italia. E ti më në mëron, më që turist shqiptarë. Mos të futemi politikë, se është një fush kaq shumë e gjerë dhe unë jam ma politike dhe s'dua të përzijem me politikën shqiptare. S'ke punë me partit politike, ti fare. I dashur Izedin, në momentin që nusja doli nga spitali, ju fillimisht e besuat që foshnja kishte vdekur? E ka putur e operuar pa fëmijë, imaginoj, e nenë vetë. Është edhimshme, një nënë të dali duar bosh nga spitali. Por e besuat si lajmë në atë kohë që... Atë, kjo është u besuat ere. Kur nisën dyshimet? Bile motra rime, rinde në firmë, tha mua, a i zëtë tha se ti i dërmuar, tha se gjoja i vinte keqë se s'kisha djallë. Unë asë njëherë s'kam thënë s'kam djallë. Fëmija është fëmijë. Në grita vjerën kemi, thash, qonë kem se po qante. Thash, kjo e ka berë me mua, qupa jo të atë. E këto 2 vajza i ka berë me mua, i thash.
Në ka bërë në gjetë e ti se unë s'ka bërë gjetë. Si që ke mentaliteti, e ke parasysh të moshës. Po unë për ty thaja, qaua, ja kam dhe ndër aty, po më pretë më të shqit, te Odeta. Kam vajzën e vogël e kam aty në kombinat. Yje i kam. Edhe me jeti kesh o zot. I kam yje. Je një baba... 9 herë gjysh. 9 herë gjysh? 9 herë gjysh. 9 një për dhe mbesa. Mbesa e madhe në Athinë. Dhe më vjen mirë, i dashur Yuzedin, ti e i bekuar, ke 3 vajza, me jetë ti kesh, por sot ka ardhur në studion e emisionit pa gjuhën për të zbuluar të vërtetën e vajzës që... Dyshoj se më ka humbur me grabitu fëmija. Pse e dyshon këtë gjë? Dhe ndalemi te informacioni që ti zbulove pas shumë viteve që vajza juaj është gjallë. Si e mësove këtë informacion? E mësova me të thena, kështu gruaja ka marrë informacione. Mund të ma tregosh? Si e dëgjove, kush ta tha? Me thënë drejt në ka 2 vjetë që ka parë një ëndër, që ka fëmijë gjallë. Do me telepatia, ke parasysh. E qartë, por gjithsesi ëndrat mbeten ëndra. Shvishe mund, mos të mbaj rezerva, se tha e më tregove, tha që tha vetë më tha porosi. Jo, Odeta do i them tash, ku do mbështetet? Bele i thanë edhe emrin e ëndër asaj. Po ëndra është ëndër, ka parasysh. Po patjetër, ëndrat mbeten ëndër. Nuk mund me to. Edhe kështu, ja, kjo është dyshimi. Gruaja do merr ka fiksim që nuk ja kanë grabitur. Do më lejosh që unë të lidhem në këto momente me zonjën Manushaqe, me bashorten tuaj? I thonë direkt kur të kesh kohë. Jo, do lidhemi tani, do na ndihmoj gazetari jon Mikele që do lidhemi me Manushaqe, nuk ka gjë, mos u merakosi dashur Yuzedin, se do ta marrim nga telefoni jon dhe do lidhemi me Manushaqen dhe të dëgjojmë çfarë do na tregoj edhe vet Manushaqja për këtë histori. Pa ujcat. Po, patjetër, por ndërkohë informacioni që ajo mund të jetë martuar dhe ka 2 fëmijë, nuk është informacioni i vërtet. Është thjesht ajo që dyshon. Në 1% ajo për të vdekur, domethënë pa jetë. 1%. Ajo tash ajo mamia që e priti ajo është në Angli. E nuse shoku tim, Vangjel Maçi, ish futbollist i. A ke pyetur ti më vonë? Mi pa thotë çka pyet apo, nuk tregon ajo se nëse ajo i është imponuar që të jepet, nuk e tregon ajo deta, edhe litar ta veç. Ti mendon se vajza juaj u dha për birësim? Është birësuar se s'bën. Kështu e dyshon. Kështu i gjykojmë. Por gjithsesi, ne po e prezantojmë për herë të parë historinë e familjes tuaj Yuzedin. Unë dua të them që shumë prindër të cilët kanë pasur raste si rasti juaj, fëmijë të cilët i kanë humbur në spital dhe mjekët u kanë thënë që kanë ndruar jetë bebia juaj, gjithnjë kanë dyshuar se ndoshta diçka fshihet në spital dhe mund të jetë birësuar. Patjetër që ka patur raste të tilla që fëmijët janë birësuar nga spitali, por aman pjesa më e madhe janë histori reale që mund të kenë vdekur vërtet. Dhe unë prandaj gjithnjë kom ngul të këto histori që... Kam as regjistrim, as certifikat vdekje, unë nuk i kam këto. Ndërkohë, e kemi dë Manushaqen? Manushaqe, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe në studio kam bashortin tuaj, Yuzedinin, i cili po rrëfen historin e familjes tuaj, të vajzës që ju sollët një jetë në 14 korrik të vitit 1985. Po. Mund të na tregoni, Yuzedini më tregoi që nuk ka qenë prezent në spital, nuk lejohesh në atë kohë që burrat të vinin. Mund të më tregosh çfarë ka ndodhur atë ditë, çfarë kujtoni ju? Unë çfarë kujtoj se unë kam lidhur me aperim, kam qenë në gjendje kome. Kam dhënë 3 ditë në reanimacion. Por pse? Ju keni patur probleme në muajin e 7 të shtatzanisë? Po. Dhe me njëherë me urgjencën i dërguar në spital? Po, me njëherë në urgjencë në spital, në Ballçi në Fier. Fieri më çoi drejt në aperim, e kam lindur të gjallë, siç jam përmendur që më kanë ardhur infermiera, më ka thënë që ke bërë një çup të bukur, moj një kokë zezë dhe një syzez. Edhe me peshë ishte. Ju kujtohet pesha e foshnjës? 2 kile. 2 kilogram, po, sepse lindi në muajin e 7, dhe është e kuptueshme kjo gjë. Po? Po. Pas e janë 3 ditë që kanë dhënë një reanimacion, kanë dalë reanimacioni, nuk po vinte qumë, që se e di se e grua. E qartë. E kërkoj fëmin në spital, se ma bini shtëpi, po s'ka ardhur qumë si ty se ushqejmë neve, në kupatore, kupto? Por nuk ka sollën asnjë moment që ti ta shikoje foshnjën tënde, apo... Se mua në fakt pasaj më pas më ka bërë reakcion edhe penicillina strepto atere, ka to ishin atere. Po? Dhe nuk ma sollë nëse e ushqejmë ne, më ki merak. Në kërë 7 ditë e pasaj më kanë thënë që ty të diqë fëmija, lajmëro të shpinë se të vinë, unë s'kam e që ati lajmëroj, se lajmëro në juve, se dezur një që atere.
por si ka mundësi e dashur Manushaqe, kur një foshnje lind me një problem në shëndetin e tij dhe në ditët në vijim, le të themi përkeqësohet shëndeti i tij, mjekët njoftojnë familjarët. Ty në 7 ditë qëndrimi në spital, askush nuk të njoftoi që foshnja ka një problem? Jo, nuk ishte foshnja problem, unë. Jo, flas për foshnjen që në ditën e 7 të lindjes ju thanë vdiq. Vdiq, ja kaq. Ja, siç po them unë ty. Por ju dhanë të në për foshnja, lajmëro ta majnë ta varrosin në shtëpi apo ta varrosi komunalja. E qartë, por unë lidhën, morën këta burrin telefon, vetë e qy. Edhe unë e dinja se e kishin marrë këta. Fëmin, e varrosën, e murtë, jo, e varrosi komunalja, po që vetë, jo. E u lati rena me kaq. Kurse mua më ka dalë në ëndër, haptet. Por, e dashur Manushaqe, përpara se të kalojmë tek ëndrat, sepse unë realisht nuk besoj tek ëndrat, edhe ti e kupton këtë gjë që ëndrat mbeten ëndra. Ndonjëherë thuhet që ëndrat paralajmërojnë diçka tek një nën, tek një baba, tek kushdo që të jetë, por gjithsesi mbeten ëndra, gjërat, vizionet e natës dhe i lëm aty. 40 vjetë nashi, mua nashi më ka dalë ajo, po ben na 15 vjetë e tu. Kurse këto 2 vjetë e kam kështu. Por gjithsesi. Si puna jote që po la thosemi nashine që mua më del kështu e më thonë. E dashur Manushaqe, më lejo të bëj disa pyetje dhe të më përgjigjesh, të më ndihmosh me informacione. Në 7 ditë, flasim ditën e 14 korriku të vitit 1985, ditë që ti solle në jetë vajzën tënde. Çfarë ju thanë mjekët? A gëzonte një shëndet të mirë vajza dhe pse ishte nën pesh? Vetëm kaq më kanë thënë, vdiq, kaq. Jo, flas kur ditën që ti linde, a të treguan gjë për vajzën? Jo, asnjë gjë, e ke mirë. Po pra, e ke mirë të thanë, pra ti ke pyetur si është vajza me shëndet. Çfarë të kanë thënë mjekët dhe mamijat e asaj kohe? Është mirë, e ushqim, është mirë. Dhe papritur, pas një jave të erdhi lajmi që vajza vdiq. E isha në spital, në shtruar në spital ishje. Po pra, po, e qartë, por këtë lajmë ta dha doktori ku shua dha? Më tha vdiq ajo, i femeri ati. Ju dha shkakun nga se kishte ndruar jetë vajza? Jo. Ju nuk e kërkuat këtë gjë? E kërkoj, më lajmëruan burrin, e mori, vdiq, kaq. Nuk tha nasin gjë tjetër. As ja dham burrit për të varrosur, as për ta marrë në shtëpi, as në komunalet. Kam ndenjur unë tha tek aty, dhe në 14 vite, thotë edhe nuk ma nxorën. E kupton? Por gjithsesi, ju e besuat në atë kohë lajmin që foshnja vdiq. E besuan, nuk them jo. E besuan, gjithë. Por kur fillua të dyshonit? Nashi, kemi 2 vjetë. Por pse, çfarë ndodhi që ti dyshove? Ëndrat edhe po shikoj edhe ato unë edhe ëndrat e mia që më kanë lajmëruar që esë. Por, a e ke menduar që ai lajm që ti more pikërisht korrikun e vitit 1985 mund të jetë një lajm i vërtet dhe ashtu ka ndodhur ngjarja? Ndoshta le të themi në këtë moshë që ju jeni, ëndrat që keni parë, një nënë e shqetësuar, ndoshta shikoni shumë emisione dhe unë nuk dua që të ndizet një dritë jeshile, një shpresë tek një nënë ku ngjarja mund të jetë reale, ashtu që ajo foshnje fatkeqësisht ka ndruar jetë 7 ditë pasi ka ardhur në këtë jetë. Po, na si qatë themu në deta. Me raku prindit esh, e ati tishje. E më them me iki me te që do jetëm. Ju keni bërë kërkime edhe në spital, mua më tregoi Yzedini. Në spital vajti edhe po që kanë thënë. Nuk i kanë thënë që ka lindur ose ka vdekur. Po ka lindur edhe e ka qesh. Po pra, në spitalin e qytetit të Fierit, ku ju solët një jetë vajzën, është shënuar vetëm data e lindjes dhe jo e vdekjes, apo edhe shkaku, le të themi, i vdekjes. Kjo gjë ju ka bërë që të dyshoni? Në si që në ka bërë që të dyshoni shumë. Ndërkohë që kërkime janë bërë edhe tek Varrezat e qytetit të Fierit, por nuk... Duhet të ketë epikrizën e mjekut ai. Po pra, di ato autopsitë e gjërat. Ndoshta autopsi nuk është bërë. E personale të organizatës mjekësore. E qartë, po ndoshta autopsi nuk mund të jetë bërë, por gjithsesi duhet të kenë arkiv. Patjetër. Kjo është bërë kjo punë. Data e vdekjes dhe shkaku i vdekjes epikrizën ai mjeku janë të shënuara, sepse unë kam trajtuar shumë raste dhe shumë prindër më kanë sjell dokumentin. Po, e pa u ka marrë dokument. Këtu dyshojmë në sinë.
Pra, ju nuk keni në dispozicion një dokument. E dashur Manushaqe, ne po i prezentojmë për herë të parë këtë histori dhe unë dua të tregoj me sinqert edhe me ju, edhe me Yzedinin që kam në studio. Këto janë histori shumë, por shumë të vështira për ne. Kanë komplikacione. Janë shumë të vështira për të zbuluar dhe nëse është mbajtur një sekret, mbajt një sekret mes disa personave shumë të ngushtë në atë spital që ndoshta një pjesë e mirë e mjekëve për shkak të një kohe të gjatë edhe mund të jenë larguar nga kjo jetë. Po, se i doktorit që kam lindur, i doktor Kolate. Dhe për ne është shumë e vështirë. Gjithsesi, ne do bëjmë përpjekjet tona, por unë nuk të premtoj që ne do ta zbulojmë deri në fund këtë histori. Tash mund të gjojë dhe ajo emisionin, edhe mund të kërkoj dhe ajo të ti. Pra, ndaj jemi këtu në këtë transmetim. Ndaj unë ditën e sotme e kam përsëritur shumë herë datën 14 korrik 1984, ku një foshnje ka lindur në qytetin e Fierit dhe mëmësia është Manushaqe Sula, ndërsa atësia Yzedin Sula. I jap të dhëna që kushdo që mund të na dëgjoj, di diçka, ju thatë se ndoshta mund të jetë gjallë dhe ajo mund të na lindur 7 muajshe dhe të reagoj. Dhe ka lindur në muajin e 7 dhe bëre mirë që e theksove. E dashur Manushaqe, nëse ke një mesazh për të përcjell, do të dëgjoj me shumë vëmendje. Nashi unë nuk u ve juve që ja ta gjeni se zben, po patën mundësi që ta gjeni, malet e larta. Ne do bëjmë... Që nuk na lejojnë, neve që të lete unë të kërkojnë ashi varrimin ose... Nuk ja marrim njeriu thoj, po vetë të dalin në jetë. Ku është? Le ta gëzoja i që ka marrë, që ka rritur. Mirë, ai që e ka marrë as diskutohet, sa i e rritja, i e martoje, se i ka berë, po... A nuk zovetët ja marrë atja me pahirë nësi. Po vetëm të dali ta njohë ta stakojmë. Ta di edhe ajo ka kanë dhe unë që e kam berë, e kam lënë 7 vite. Ne do bëjmë përpjekjet tona maksimale, por uroj që të jetë ashtu siç ju dëshironi. Kështu që të falenderoj dhe të përshëndes zonja Manushaqe. Faleminderit. 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 I dashur Yzedin, se po shkojmë drejt fundit avash avash, dua që ditën e sotme dhe ti të përcjellësh një mesazh. Unë përcjellëm që në qoftë se ky njeri jeton, mundësisht thotë, ja ku jam edhe të shikoj jetën e tij, ti bëhet mbar. Kaq ditem, edhe që ka marrë ta gëzoj se ka qenë në hall, nuk e mori për ta shitur. Kaq ta gëzoj. Unë kam qejf të njoh gjakun tim ku është. Ta njoh. Jam 9 herë si thash gjysh, nipër, mbesa plot, kam plot, po dua shkallën e njëjë ta zgjeroj, domen. Kaq. Puna e parë që ne do bëjmë është do merrem. Edhe puna e dytë është ju si staf, si televizion, Report TV. Report TV, u falenderoj, jeni televizioni më i mirë në Shqipëri. Na ndjek. Unë ndjek me shumë vëmendje, po kam vështirë për të dëgjuar se kjo shikoj telenovelat, unë çoj kufjet, që dëgjoj të gjitha ato tua në YouTube. Të falenderoj sinqerisht. Kam shumë respekt për Report TV. Zoti Yzedin, dhe unë të falenderoj që na ndjek dhe sot. Fare veçantë e ti që i e qepur asaj, thoja Zapotit Kuksit. Leona Mata. Leona Mata mund çaj për. E në fakt, 22 maj të këtij viti bëhen plot 15 vite nga humbja. Juliana Hoxha, që u votha të lartë. Shumë fëmijë të zhdukur, të humbur që janë trajtuar në këtë studio. Por i dashur Yzedin. Që vajti blihet të lombace për vëlla. Të besoj që më ndjek se i njike të gjitha historitë. Ja që më doli varianti, mund të dalë ky njeri. Do ta festojmë pastaj do vemi të ta festojmë. I dashur Yzedin, unë të premtoj që do lidhemi me arkivat për të mësuar, për të gërmuar nëse zbulojmë diçka, për të vazhduar më pas hapin e dytë me kërkimet e kësaj historie. Uroj që të jetë ashtu siç ju e dëshironi dhe të falenderoj që të pata në studion e emisionit Pa Gjuhë. Unë falenderoj që nga pastrusja dhe blej kameramani edhe ti, që ti e valut. Falenderoj të gjithë si televizion. Dhe do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Do flasë se s'ben do të shkruaj gjithmonë. Më shkruaj dhe unë do mundohem që do të kthej përgjigje. Faleminderit. Unë kam disa herë në Facebook, në Messenger. Por është redaksia ime që... Kam kritikuar në kuptimin, jo se ke gabuar. Po shumë mirë ke bërë që më ke kritikuar. Në kuptimin që doja programit ishte akoma më i mirë. Shumë mirë që më ke kritikuar dhe vazhdo ta bësh këtë gjë. Jo, sepse njerëzit nga kritikat mësojnë dhe bëhen më të mirë. Mirë, të falenderoj. Mirë të dashur miq, me historinë e 74 vjeçarit nga Ballçi, Yzedin Sula, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë.
Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të Dashur Miq për të vazhduar me të tjera histori, që janë denoncuar në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Dhe unë dua të falenderoj të gjithë qytetarët që na telefonojnë dhe kanë besim në ekranin tonë Report TV, duan të jenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë, por me keqardhje një pjesë e njerëzve të cilën duan të jenë në studion e emisionit Pa Gjurmë për trajtuar historitë e tyre, historitë të cilat ndoshta ne nuk kemi fuqinë për t'i marrë përsipër dhe kur ne ju themi jo, ata edhe mund të zhgënjehen dhe ndoshta mund të komentojnë dhe të japin komente jo pozitive për emisionin Pa Gjurmë. Sa herë jam munduar që të jemi drejt për drejt me njerëzit për të thënë se historitë të cilat janë në fokus të Pa Gjurmë, këtu në Report TV, padyshim ne i marrim përsipër dhe çdo kush do të jetë çdo pasdite në këtë studio. Por historitë të cilat ndoshta nuk është etike apo ndoshta nuk është e drejtë të jenë pjesë e studios e emisionit Pa Gjurmë, por mund të jenë në studio të tjera, kjo është një ndër arsyet më të forta që ne themi ndonjëherë dhe jo, por duhet ta na mirë kuptoni. Mirë, do të vazhdojmë në këto momente me histori, me denoncime që jemi trajtuar edhe ditë përpara. Do të flasim për njerëz të humbur Dashur Miq dhe dua të nis me historinë e Kasem Briskut, një 54 vjeçar nga Kozara e Kuçovës, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij përpara 7 viteve dhe konkretisht në 27 shkurt të vitit 2018. Janë mbushur 7 vite plot shkurtin e 2025-s që familja Brisku nuk ka as informacion për Kasemin. Por kush është historia e 54 vjeçarit, i cili në atë kohë që ka humbur ka qenë vetëm 47 vjeç e theksoi, ne do japim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Kasem Brisku nga komuna Kozare e Kuçovës rezulton i zhdukur për familjarët që prej datës 27 shkurt të vitit 2018. Ishte një natë e ftohtë dimri, kur Kasemi dhe bashkëshortja e tij Xhevairja ran për të fjetur dhe 2 fëmijët e tyre gjithashtu. Rreth orës 3 të mëngjesit, vajza e familjes kërkon ndihmë tek prindrit, e trembur për shkak të motit të keq. Babai e lë të bijën të flinte me nënën e saj dhe largohet për në dhomën tjetër. Askujt nuk do t'i shkonte në mendje se prishja e gjumit atë natë dimri do të trazonte mendimet e 54 vjeçarit, i cili largohet papritur. Kur familjarët u zgjuan në mëngjes, Kasemi nuk ndodhej në dhomën e fëmijëve ku ishte shtrirë për të fjetur. Të alarmuar, ata i vjen pas për ta kërkuar, por përveç derës së hapur dhe gjurmëve që kishte lënë 54 vjeçari, deri në fund të rrugicës asgjë nuk ishte mbetur tjetër. Celularin e kishte ende mjastëk, ndërsa paketën e cigareve e kishte marrë me vete. Shumë pikpyetje të asaj natë dimri ngre zhdukja e mistershme e Kasemit, ndërsa doli nga shtëpia me rrobat e gjumit. Familjarët bëjnë denoncim në polici, por pa mësuar asgjë për fatin e Kasemit. 54 vjeçari nuk vuante nga asnjë sëmundje, por qëndrimi i tij menduar, ndërsa pinte i mërzitur shumë cigare, kishte rënë në sy të familjarëve, por jo se ai një ditë do të zhdukej papritur. Kjo është hera e parë për familjen që 54 vjeçari largohet pa komunikuar me askënd, ndërsa në dieninë e tyre nuk ka patur konflikte. Kjo është historia e 54 vjeçarit nga Kozara e Kuçovës, Dashur Miq, i cili u largua dhe humbi kontaktet me familjen e tij në 27 shkurt të vitit 2018. Ju bëj thirrje gjithëve ju që jeni duke na ndjekur në këto momente, kushdo që mund të ditë të vërtetën e Kasem Briskut, është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Nga historia e Kasem Brisku do të kalojmë një tjetër histori, do të jemi në kërkim të Arben Zenunit, një 51 vjeçar nga Tirana, i cili humbi kontaktet me familjen e tij nga Turqia përpara 13 viteve. Regjia më njëherë na ndihmoi me foton dhe të dhënat e Arben Zenunit, babai 3 fëmijëve, i cili la 3 fëmijët e babait të tij dhe u largua drejt Turqisë. Ai ka telefonuar nga Turqia dhe i ka thënë se ka mbritur shëndoshë mirë, por kjo ishte telefonata e parë dhe e fundit që Arben Zenuni kontaktoi me jatin e tij këtu në Tiranë dhe pas asaj telefonate nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ne do ndjekim një material që jep më shumë detaje për jetën dhe humbjen e Arben Zenunit dhe rikthehemi në studio. Pak para se nga shtëpia të largohej edhe babai, 4 fëmijë të mitur të familjes Zenuni u braktisën nga nëna e tyre, pasi bashkëshortja u largua nga banesa. Kryefamiljari Arbeni vendos të marrë rrugën e emigrimit për të krijuar kushte më të mira për 2 djemt dhe 2 vajzat e tij.
Zhvendosja nga qyteti i Korçës drejt Tiranës ishte një periudhë e vështirë për familjen që jetonte në kufit e mbijetesës. Jeta në një kasolle ishte kthyer në një makth për Arbenin, që riste me mundim të veçlit, situatë nga e cila përfundoi madje edhe në depresion. Ndërsa e shoqja zgjidhje e gjeti braktisjen e fëmijëve, Arbeni largimin jashtë kufive. Nga banesa doli korrikun e vitit 2007, ndërsa me një pasaport me vete dhe me paratë e kempit, u drejtua për në aeroportin e Rinasit drejt Turqisë. Pasi u përcoll nga dy prindrit, ai premtoi se do të njoftonte sapo të mbrinte në destinacion për 4 vite me radhë. Deri në 2011 Arbeni nuk u bëi gjallë. Ky u depresionua nga në fukara dhekut, se në fakt unë jam shumë fukara, me thënë të drejtën. Gjatë kohës kur iku, ne kontaktuam me të. Një rast, kontaktuam. Po? O babi, tha, unë ndodhem sa në Turqi, tha. A i është larguar në 27 korrik të vitit 2007. 2007. Kontaktin e parë kur e realizuat nëpërmjet telefonit? Mas 5 vjetë. 3-4 vjetër dava. 12 vite nga kontakti i fundit që Arbeni pati me familjarët, shumë situata në familje nuk janë më të njëjtat. Fëmijët që ai lat vegjël tashmë kanë ndërtuar i jetët e tyre, ndërsa nëna ka ndëruar jetë pa mundur të mësoj fatin e të birit. Në vitin 2019 mes lotësh, ajo bënte thirrje për ndihmë nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Më the, kam dhënë gjakun e trupit për t'i rritur. Të besoj për këtë pjesë. Disa ishë nështë të kanë, nuk e zënë të Të besoj që ke dhënë gjakun e trupit për të rritur. Të besoj që ke bërë një jetë të vështirë. I kemi edhe tjertë, po këtë e do më shumë. Ky na ka përpra, na ka plëngosur. Unë jam me diabet, me tension, me senë. Ne urojmë dhe shpresojmë që ai të jetë mirë. Na gjajnë gjallë duin, ku do t'ila më këta kala. Kur të na e afrojnë, kush na shikojnë lagje, kalojnë, dikush na bjen një pako makarona, dikush ju jep në 1 lek, ka 1.000 lek, ka 2.000 lek. Ati ja bëvë zoti marë atje ku ashtë. To i lutëm shumë, sa jemi gjallë të dy, se jemi 71 vjeç, ajo 72 vjeç. Të dy të smuri jemi, me zemër, me tension, jem 4 hera për ume nga Tremzosh. I lutëm Arbenit të kthehet të thmija vetë, ose mos të aprishin lumëturinë vetë, po një telefonat fakten. Si jam shnosh e mirë. I vetmi që ka mbetur, i dërmuar nga mosha dhe dhembja, është babai i tij Guraliu, që vazhdon të bëj ende thirrje për ndihmë. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij Arben Zenuni, dashurmiq, i cili ka qenë vetëm 38 vjeç kur u largua nga shtëpia, kanë kaluar plot 13 vite dhe nëse është shëndoshë mirë, ndodhet diku ai bie të jetë plot 51 vjeç. Ju bëj thirrje edhe për babain e 3 fëmijëve, foto që po shikoni në ekranin tuaj, që quhet Arben Zenuni, kushdo që e njeh, kushdo që ka informacion, mos hezitojë të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi është babai i tij që ka bërë denoncimin në Report TV dhe janë në kërkim edhe fëmijët e tij. Mirë, do shkëputemi në këto momente, pasi dua të prezantoj një klip të rëndësishëm, bëhet fjalë për prostatolin dashurmiq, i cili është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në funksionimin e prostatës. Njihuni me prostatol dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashkë live dashurmiq për të vazhduar me historinë e radhës. Do të jemi në kërkim të Toli Shjaut, një 57 vjeçar nga Elbasani dhe konkretisht nga fshati Gjinari Elbasani, që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij përpara 2 viteve. Në fakt ende nuk janë mbushur 2 vite. Gushtin e këtij viti familja Shjau mbush 2 vite nga humbja e Tolit, 57 vjeçari i cili u largua nga banesa e tij në 7 gusht të vitit 2023 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Toli Shjaut. Kjo është fotoja e 57 vjeçarit nga Gjinari Elbasanit, i cili fatkeqësisht jetonte me nënën dhe me vllajin e tij. 57 vjeçari kishte probleme të shëndetit mendor dhe mëngjesin e 7 gushtit që ka dalë nga shtëpia nuk ka lënë asnjë adresë dhe drejtimi vazhdon ende të jetë i paditur për familjen Shjau. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur pikërisht për Toli Shjaun dhe rikthehemi në studio. E përcolli me sy deri te porta e shtëpisë të vllain, ndërsa ky i fundit zhduket pa lënë asnjë gjurmë. Kjo është historia e 2 vëllezërve që na ka çuar këtë pasdite në fshatin Gjinar të Elbasanit.
Ishte data 7 gusht e vitit 2023, kur Toli Shau doli nga shtëpia ku jetonte me familjen për ecjen e mëngjesit, ashtu siç bënte çdo ditë. Ishte i vllai, Arbeni, ai që e pa për herë të fundit, ndërsa atë imazh nuk mundet ta largojë nga memoria e tij. Ndryshe nga herët e tjera, Toli nuk u kthye më, e ndërsa familjarët e merakosur e kërkuan kudo, por pa asnjë rezultat. Ata gjithashtu bën një denoncim në policinë e Elbasanit, ku fatkeqësisht nuk mësuan asgjë për fatin e 57 vjeçarit. Një person i mbyllur, Toli, nuk komunikonte shumë as me familjen dhe as me askënd tjetër. Ai gjente qetësi në ecjet e vetme nëpër fshat. Ditën që u largua, Toli kishte veshur një pal pantallona ngjyrë gri të errët, një këmishë me kuadrate po në atë ngjyrë dhe një pal këpucë ngjyrë ulliri. Me vete nuk ka marrë as dokumentat e identifikimit apo aparat celular, gjë që e bën edhe më të vështirë lokalizimin e vendodhjes së tij. Të shqetësuar familjarët i drejtojnë emisionit pa gjurmë si mundësia e vetme tashmë për të kërkuar 57 vjeçarin me shpresën për një lajm. Kjo është historia e Toli Shau, dashumiq, 57 vjeçari nga fshati Gjinari i Elbasanit që u zhduk në rrethana misterioze në 7 gusht të vitit 2023. Informacionet e para që mbritën në familje ishin nga pikërisht banorët e fshatit Gjinar, ku treguan të vllajt se e kishin parë në hyrje të fshatit, por nga i moment askush nuk e pa dhe nuk dihet drejtimin që ka marrë Toli Shau, kështu që u bë thirrje edhe për këtë 57 vjeçar, kushdo që ka informacion mos të hezitojë por të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Nga Toli Shau do të kaloj te historia e fundit që ne kemi përgatitur për ditën e sotme. Do të jemi në kërkim të Agim Binçes dhe bashortes së tij Xhevrie Binçe, të cilët kanë humbur kontaktet me familjen e tyre përpara 7 viteve nga Lioni, Francës dhe konkretisht tetorin e vitit 2018. Ky është Agim Binçe, dashumiq, i cili është 78 vjeç, së bashku me bashorten e tij Xhevrie Binçe, e cila ajo është 76 vjeç. Venditja e tyre është Tiranë, ata prej vitesh ishin larguar nga Shqipëria dhe jetonin në azilit pajisur me dokumenta në Francë, ishin në pension, jetonin të dy, erdhën për pushime tetorin e vitit 2018 për takuar njerëzit e tyre të dashur në Tiranë, largohen drejt Francës dhe humbin kontaktet me familjarët dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e çiftit Binçe. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi. U larguan burrë e grua drejt Francës, humbin kontaktet me familjen e tyre në Shqipëri. Fotot e bashkëshortëve Agim dhe Xhevria Binçe janë skeduar tashmë edhe në policinë shqiptare si dy persona që rezultojnë të humbur që prej tetorit të vitit 2018. Edhe pse la një adresë ditën që u larguan, i vëllai Skënderi ende nuk di asgjë për fatin e të dyve. Çifti prej vitesh jetonte në Lion, ku ishin pajisur edhe me nënshtetësinë franceze. Çdo vit vizitonin familjarët në Shqipëri, siç bën edhe gushtin e vitit 2018. Pas 2 muaj pushime, Agim dhe Xhevrie prej bileta të riktheheshin në Lion dhe nga ai moment humbën çdo gjurmë. Skënderi tentoi që të lidhej me vëllain, por telefoni i Agimit dhe i bashkëshortes së tij rezultonte i fikur. Pas disa muajsh, ai dhe bashkëshortja e tij Aleksandra kanë shkuar në Lion tek adresa e shtëpisë që Agimi ju kishte dhënë, por derën e gjetën të kyçur. Sipas fqinjve, Agimi kishte 6 muaj që ishte larguar me bashkëshorten, ndërsa kohët e fundit kishin shfaqur të dy probleme me shëndetin. Familjarët gjithashtu kanë bërë denoncim në policinë franceze, por asnjë informacion deri më tani, edhe pse kanë kaluar 5 vite. Kështu ka humbur kontaktet me familjen në çifti Binçe këtu në Tiranë. Kjo histori është trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë. Vllai i tij ka qenë në redaksin ton, i cili ka treguar dhe kërkimet që kishte bërë vet, duke udhëtuar drejt Lionit të Francës, ka gjetur banesën e të vllait, por brenda nuk ka qenë askush dhe dera ka qenë e kyçur. Në bëjthirje gjithë emigrantëve tanë që jetojnë në Lion të Francës, që e kanë njohur çiftin Binçe, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë, pasi është i vllai dhe nipi i Xhevries që kërkojnë të mësojnë për fatin e tyre dhe pse dyshohet se ndoshta mund të kenë përfunduar në një azil, por e vërteta ende nuk dihet. Me historinë e çiftit Binçe ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj dashumiq që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.